Atëherë dashur, kam sot të ftuar në studio Ilir Nureddinin, në një aktor të ri, i cili sapo ka fituar çmimin Best Actor apo aktori më i mirë në Valley Film Festival nga filmi Salman. Përshëndetje, shumë kënaqësi që të kam sot në studio. Faleminderit për ftesën. Siç edhe po thonim, shumë kënaqësi për mua gjithmonë kur edhe përmbylli edhe java, në shumë aktor të rinj me talenta të rinj, më njerëz që vërtet ja vlen ti promovojmë. Do të flasim fillimisht për çmimin, para se të kalojmë pak në gjërat e tjera. Erdhi papritmas apo jo? Apo e Po, ishte papritmas edhe një emocion shumë i veçantë, mund ta them. I çuditshëm. I çuditshëm. Si u ndjeve kur e ndëgjove emrin? Nuk mund ta shpjegoj, ishte sikur mund të them emocione të ndryshme për një moment kur të godasin dhe e pa shpjegueshme. Kur e morë rolin, prisja apo thjesht ishte diçka që okay, do e marr, do e luaj, do e përfundoj edhe Po ashtu dysi ishte me tregu drejtën. Kur e marrë përsi për një obligim, e çoj deri në fund. Po. Më trego pak për karakterin tënd. U shpalla aktori më i mirë, kështu që kemi për çfarë të flasim, kështu që trego pak për karakterin tënd. Do thënë në film, personazhin që luan, po që mund na bësh edhe ca krahasime me atë që je vërtet në përditshmëri. E po karakteri që e kam luajtur, domethënë, në film është një tip antisocial, i përkushtuar mbas lëndës fizikës edhe ambicioz për të shkuar në Gjermani për studiu atje. Por shkaku i shtetit edhe politikës të brendshme nuk i mundsohet, kështu që mundohet në mënyrë ilegale të kalon përtej kufirit. Dhe në fund nuk ja del, mund të them, por që e pret diçka më e mirë. I mundsohet në mënyrë legale për me kry, domethënë, studimet. Do thonë kemi një happy ending në fund. E kemi një happy ending, kështu që. Ja dole. Po. Thuaj që karakteri ka qenë antisocial apo jo? Personazhi që luan gjithsesi do të vetë. Po, është diçka e kundërt me ty. Apo aty? Po, jam tip social, kam qeft s'mund të me introvert, jo. Filmi ishte, domethënë, i metrazhit të shkurtër, flasim për film me metrazh të shkurtër. Eksperienca jote e parë në një film, domethënë, të një kalibri të tillë apo domethënë të këtij niveli, apo ke pasur edhe eksperienca më të hershme? Eksperienca tjera kam pas, po jo që janë realizu për fat keq, kështu që edhe në teatr më ka rasti një pjesë, domethënë me lujt. Kështu që nuk është diçka e re, mund të them. Edhe në teatr edhe në film? Ku të pëlqen shumë? Një herë ka qenë teatr, moshë shumë e re, 10 vjeç më duket kam qenë, ashtu diçka, po. Do e bëje prap? Teatrin? Jo, teatrin jo. Pse? Shumë është diçka tjetër, ndaj filmit, shumë. Duhet me lujt, domethënë, në mënyrë kronologjike, kështu që në film është diçka krejtësisht tjetër. Ti e di edhe nga prapaskena, sepse je edhe student regjia, apo jo regjia e filmi, po, kështu që kjo është ajo ku fokusohesh në të vërtetë, le ta quajmë, kurse aktrimi është një diçka tjetër dhe diçka enkas që e bën. Po, shumë është ndryshe, domethënë, aktrimi dhe regjia. Në regji kemë shumë obligime, shkaku që duhet ta sinkronizosh gjithë ekipën, kështu që është një obligim tjetër. Ndërsa në aktrim ke punë me vetën, është obligim, domethënë, me personalitetin tonë. E cila përgjegjësi më e madhe? Regjia është më obligative, mund të them. Do ta bëjë ndonjëherë edhe regjinë në ndonjë film të aktrosh në të? Pse jo, është interesante, domethënë, të luash në filmin tonë. E rregullon karakterin siç ke qenë. Po. Se dhe gjithsa po flisnim ne, vetëm më thënë kur pyeta se a do e bëje, domethënë, aktrimin, do e vazhdoje, le ta quajmë, apo do aktroje prapë në filma, dhe ndoshta ato personazhe që ndoshta prej personazheve, po, patjetër. Si për shembull, ndoshta çfarë personazhe, me çfarë karakteristika ose çfarë role? Nuk mund të jem specifik, po më ekspresiv ndoshta ashtu diçka, më ekspresiv. Karaktere më ekspresive, jo shumë të izoluar. Jo. Më thënë diçka pak a shumë më afër vetës. Po, më afër vetës. Ishte kjo sfida më e madhe, apo... është një sfidë në vete, kjo transformosh në karakter tjetër. Çfarë kishte ndoshta tjetër vështirësi gjatë filmit, po?
Ndoshta skenat eksteriore, mund të them në Kozjak, që kanë qenë të ftohta, se e kemi bërë në kohë të ftohtë. Kështu që është dashur me ndihmë pak si shumë atje. Tan ditën edhe natën, kështu që shumë ftohtë ka qenë. Ndoshta këto personazhet në një sitcom të kishin shku, ndoshta më mirë në një sitcom ose në një komedi, seriale diçka. Po, patjetër komedi, vetë për komedi. E ke edhe komoditetin pak më ndryshe atë. Komedia është diçka për mua, një zhanër i preferuar, kështu që për ta bërë apo për ta parë? Dyat. Besoj që i duhet njerëzve komedi. Po, definitivisht. Sidomos në shtetet tona, pse jo. Futemi pak tek regjia. Po. Ke provuar ndoshta të bësh diçka, po bën ndonjë projekt ose ke patjetër ndoshta të sjellësh projekt për shkak të studimeve? Kam pas, domethënë, për provime për ta realizuar një dokumentar të shkurt, dhe e kam përkushtuar me sport. Mënyra organizimit mund të them nuk ka qenë aq sfiduese, shkaku që në mënyrë natyrale mund ta bëj organizimin, nuk është që e kam problem. Po për të organizuar gjana, po për dal në set, për ta xhiru, nuk mundesh me ditë se çka ke bo, me thonë përpara. Po veç kur ta merresh materialin, është diçka krejtësisht tjetër që se ke pritur. Po. Ajo është më sfiduesja, mund të them. Po. Din ndoshta ndonjëherë dal ajo përvoja edhe zhgënjyse? Patjetër që të. Çfarë bëjmë edhe një herë nga fillimi? Edhe një herë nga fillimi, po. Po ashtu edhe montimin apo montazhin e ke bërë dhe vetë apo jo? Vetë, po puna e dritave mund të them është më sfiduesja për ta bën kamerë, kështu që ajo është më sfiduesja, mund të them. Si aktor, nise vetë apo kishe shtys, themi, nga rrethanat, nga dikush? Është mix, mund të them, është pak si mix. Po. Kryesisht nga kush apo nga çfarë? Po mund të them, tash inspirimi është normal nga Hollywoodi, domethënë, filmat që ishe inspirohesh për ta bëna një rol të mirë ose. Po je edhe ndoshta nuk do dalë ashtu siç e mendoja, ashtu kjo, po i kemi edhe njerëzit të suportues që të shtyjnë, domethënë, për ta, po. Sidomos në art edhe sidomos tek ne, patjetër, shumë kjo pjesa shumë. Puna e vetbesimit është ajo pak më delikate, mund të them. Ndihmoi sa do pak çmimi apo komentet nga juria, komentet nga njerëzit vetbesimin, apo nuk është që të mungon ta? Jo, me tregu drejtën nuk është që është ndaj flavor, mund me thonë. Është njësoj, mund të thonë. Po, njësoj. Si para, si mbazë është. Komentet e jurisë besoj kishte apo jo? Po, kishte. Çfarë? Nga Riola Demiri mendoj ka marrë komente shumë komplimentuese. Falenderoj shumë. Shumë e bukur, sidomos në moshë të re, kjo sa do pak është kënaqësi. Është kënaqësi, po. Është mirë të lëvdohesh për punën. Edhe problematike pak, mund të them. Pse? Po moshë të re pak është, fokusi është pak. Pak ndoshta jep më tepër vetbesim se sa që duhet, ëh. Më tepër po, por edhe si me thonë, s'po më vjen tash ajo fjala, s'po më kujtohet. Ndoshta pak më e sikletshme, po. Nuk kemi akoma ndoshta shumë të përgatitur apo me përvojë që ti marrim ashtu siç duhet këto komplimentet. Po normal është ajo, fillimet janë kështu gjithmonë, besoj, të paktën. Me siklet pak para kamerave, si të qoftë, ke përvojë edhe pas kamerave, apo jo, me voice acting. Po, me voice acting. Po, ajo të vije me letë, e me qef. Me qef, ajo është diçka, mund të them punë me kënaqësi për ta bërë. Pse? Me kënaqësi të madhe. Me tregu drejtën kam bërë shumë role, shumë, në voice acting, sa që nuk i mbaj mend as pak. Po kam kalu, do me thonë, shumë bukur, do me thonë, në voice acting. Me voice acting si fillove? Shumë moshe e re ka qenë, do me thonë, 10 vjeç prapë. Po pastaj një pauzë, po një audicion tjetër, po mbas atij audicionit ka fillu rrugtimi, do me thonë, në
këtë drejtim. Edhe është diçka që të pëlqen. Edhe është eksperiencë ekstra ndaj aktrimit, është diçka pak më tjetër, mund të them. Po, faktikisht cilat janë diferenca, sepse dikush mund të mendoj që okay, janë të dyja aktrim, po besoj sadopak dallojnë nga njëra tjetra apo jo? Urdhno? Dallojnë nga sadopak nga njëra tjetra apo jo? Po, dallojnë. Pak a shumë e kanë atë dallimin e tyre. Mund të them nuk është edhe e lehtë për ta bërë shkakut që e ke domethënë videon përpara, ndërsa tekstin e ke aty edhe duhesh tash ta sinkronizimi, mund të them. Në moment, domethënë ta aktrosh. Domethënë karakterin apo personazhin. Kështu që nuk është edhe atë shkollaj, mund të them. Tek normal tek filmat apo në teatr kemi regjisor, ku jemi tek voice acting. Varet gjithçka nga ti, nga preferencat e tua, nga prova që bën apo improvizimi në moment, apo kemi dikoj që faktikisht ju jep ato drejtimet ose jo. Ndoshta më herët në fillime po, është e vërtet që japin, domethënë leksione mund të them, me tregu si me boja domethënë personazhin. Po tash ma besojnë kur e marr domethënë për ta bërë. Edhe kam shumë akollaj. Mënyra e improvizimit kështu vjen në bazë natyrale domethënë për ta bërë, kështu që nuk e kam as pak problem. Edhe domethënë pjesa e montazhit janë të kënaqur me zakonisht. Duket mirë. Domethënë i bëj me të parën herës. Domethënë ka raste kur ndoshta ke praktikuar e themi reagime të tjera, po që në moment ka ardhur diçka më natyrale. Po. Edhe e ke bërë po me voice acting. Spontane. Po, spontane. Ke nisur gjithsesi me voice acting, ke filluar me filma të ilustruara, po, me filma të animacion, po. Diçka pak më interesante. Është diçka më interesante se live action, mund të them. Animacioni është diçka krejtësisht ke më shumë liri, domethënë për ta bërë personazhin. Është më ekspresiv. Më ekspresiv. Ndërsa në live action duhet me bo sa ma human, sa ma njerëzor, kështu që mos dale shumë falso, apo ajo është ma sfiduesja në live action për t'i bo në serialet turke. Po, normal, se ato vetë se janë bërë nga dikush, janë ato mimikat të ftyrës, janë sjellet, janë diçka që duhet ja përshtatësh tamam. Sa ma reale duhet me i bo, po. Kurse filmave të vizatuar e ke atë reatin, atë komoditetin që paka shumë edhe të eksperimentosh. Po, është më e bukur. Më e preferumja për mu, më të temë, po. Për momentin, akoma mirë është me voice acting, apo jo? Po, për momentin akoma me voice acting merrem. Tash me seriale, dhe me thonë, turke, jemi në alsat, kështë që. Po, me dubli. Do rikthehesh prap tek filmat animuara, e pres telefonat, kështë që jam. Po thua jo. I'm all in, po. Super. Po me aktrimin, është diçka që, okej, është diçka që bën ekstra, diçka që bën edhe atë me qejf, po gjithsesi nuk është fokusi yt kryesor, po do vazhdosh ta bësh? Më pëlqeu që e the prapa skenave si side quest, kështu që le të jetë side quest më shumë, po. Kur të dalë një projekt që të përshtatet, që të flet, po, pse jo? Nështë edhe projektim mund tjetë. Mund të, po, shumë, dhe ishte diçka shumë interesante. Më interesante. Edhe pse thash që përgjithësia si regjisor është pak më e madhe, edhe pak ndoshta si aktor pak më ndryshe. Nuk ma një asistent. Kur t'i bën të dyja bashkë, kështë nisin të dalë. Kur se ke synuar, le themi, çmimin, s'ke synuar çmime me këtë rol që pate tek Salman. Me rolet e tjera, tash që vetë se përjetove, ta themi si që do synosh çmime? Nuk mund të flasë për këtë gjallë. Thjesht është juria ajo që gjykon, kështu që të me thonë e japim më të mirën, po nuk është që synojmë çmimin. Thjesht për ta bërë punën sa më mirë. Çmimi është vjen pastaj. Diçka që po erdhi e presim, pse jo. Po fillimisht është ai që dëshiron ta le të themi ta prodhojmë një art sa më kualitativ, sa më kualitativ. Ajo është më kryesore, mund të them. Tjerat janë diçka tjetër. Tjerat diçka tjetër. Edhe diçka të voice acting, sepse edhe ne kur po flismi, interesante apo jo të ndëgjojmë zërat që jemi mësuar dhe në fund
t'ja u vendosim, do të thonë, fytyrën apo. Po, është interesante shumë. Edhe shkaku që njerëzit nuk janë mësu me ndëgju zonin e vetë në telefon apo ku tjese. Ndërsa unë jam mësu me tregu drejtën, kështë që më duket zoni okej. Ka ndodhur ty, ndoshta që të ka ndëgjuar dikush ose me zërin apo në dublime apo edhe tek filmat e animuar, edhe në fund le të themi edhe ja ka vendosur këtë fytyrën, këtë personin që po e bën këtë dublimin. Mund të them që ka ndodhur, po tash jemi mësu, domethënë me personazhet që i bëjmë kemi pak si rutinë, mund të them. Vetë se dia. Nuk është diçka më wow, pas një kohe. Çfarë do ishte, se je regjisor në bërje, le ta quajmë kështu? Po. Aktor je po ashtu dhe voice actor, çfarë do ishte wow për ty tash ose në hapin e radhës? Ndoshta një break pushim mund për ta vënë në pushim veror. Ajo do ishte më wow. Pushime veror po se po. Po. Si që përse jemi shumica, ndoshta vetë se në pushime që tani. Po me profesionet apo plane, çfarë do ishte, çfarë mendon, ose që duhet ta bësh tash, ose që do doja ta bëja? Ndoshta ndonjë film me mesazh të mirë, ose ajo do ishte më kryesore, mund të them, që ka benefit prej saj, për audiencën. Pa marrë parasysh moshës, audiencës apo interesave. Si regjisor, ke menduar ndonjëherë se cila do jetë tematika e filmit të parë? Ndoshta komedi. Ndoshta komedi tje. I përshtatshëm për gjitha moshat apo kryesisht e themi për Për gjitha moshat le tje, se më smirti, projekti parë, po. E thua, kemi humorin e njëjtë sadopak këto gjeneratat? Domethënë Gen Z ajo kjo. E kanë të çuditshëm tash këto gjeneratat, mendoj. Kështu që pak do duhet të përshtatet për të gjithë. Po. Planet, si duket edhe pak jemi në pushime, apo jo? Po. Pak break, pak po e marrim veten edhe nga çmimi edhe nga kjo euforia që është krijuar rreth nesh, besoj komplimentet edhe komente ka të shumë qoftë nga rrethi, nga familja, nga gjithë që e kanë parë suksesin tënd. Përveç pushimeve, për momentin, çfarë do pasojë tutja, le të themi, në rrugtimin tënd të karrierës? Të profesionit apo? Po, të profesionit dhe në përgjithësi. Kemi diçka mendoj që tashmë vetë se është ndoshta në punim e sipër apo në plane. Nuk kam ndonjë, mund të them, ndonjë plan tjetër përveç pushimeve. Përveç pushimeve. Jo. Ndoshta më vonë ndonjë projekt tjetër, pse jo, domethënë. Nëse është projekti efikas, domethënë, për ta bo, edhe serios. Ky ka qenë film me metrazh të shkurtër, siç e cekëm. Do ishe i gatshëm nëse i radhës do ishte film me metrazh të gjatë? Tash te metrazhi i gjatë nuk është që kam pas eksperiencë, mund të them, po pse jo, eksperiencë e re për ta bo një farë lloj aventure si aktor. Pse jo? Pse jo? Është diçka interesante si rrugtim për ta pas. Po është shumë dallim i madh metrazhi i gjatë dhe i shkurtër. Shkaku që metrazhet e shkurtë janë 3-4 ditë bëhet xhirimi, ndërsa gjatët janë 15 deri afër një muaj, mund të them, ose më shumë, nuk i di. Këtu e thua si regjisor apo si aktor? Si dyjat, e po flas. Unë të uroj shumë suksese tutje. Faleminderit për ftesën shumë. Pa ta kënaqësi. Qoftë regjisor, qoftë aktor dhe po ashtu dhe në voice acting, një triple threat të themi për zakonisht për atë performuese, por gjithsesi po e quajmë edhe në këtë rast kështu. Të falenderoj shumë që erdhe, që gjete kohë të mundësi të jesh me ne, shumëri me përshënimin edhe shpresoj që të kesh projekte të tjera me sa më shumë suksese dhe ritakohemi sërish për të tjera biseda. Patjetër. E me kaq të dashur, ne po përmbyllim edhe emisionin e sotshëm dhe po ashtu dhe për këtë javë, duke ju uruar një pasditë dhe po ashtu fundjavë sa më të këndshme, ne ritakohemi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.